أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër e pranishëm e këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me ton na gëzon dhe na begaton. Allahun e madhreshëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut e Dhul Xhelali, i cili është një parival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, vazhdojmë me rrethimet kuranore mbi pejgamberët e Allahut Dhul Xhelal, ose ajo që na e kemi quajtur në gjuhën shqipe rrethimet më të vërteta për njerëzit më të mirë. Jemi në surën An-Naml, pasi që përfunduam me sqarimin si përfaqësor të ajeteve të cilat flisnin për ballafaqimin e Salihut alayhis salam me popullin e tij Themud. Dhe pas përfundimit të sqarimeve bazike si përfaqësore të këtyre ajeteve kuranore, filluam të nxjerrim disa mësime dhe porosi që dalin nga këto ajete kuranore dhe filluam me disa gjëra që i përmendëm në mësimin e kaluar, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut të vazhdojmë atje ku mbetëm. Mes tjerave, në këto ajete kuranore u përmend wa inna lasadiqun. Gjithsesi ne jemi të vërtetë, të sinqert. Kështu than populli i Salihut Themudi, sidomos ata që vendosën me e mbyt devën e Salihut. Dietarët nga kjo pjesë e këtij ajeti kuranor kanë thonë kështu: ky ajet është argument i prerë se gënjeshtra ka qenë gjë e shëmtuar edhe tek jo besimtarët. Kur e nxjerrin dietarët këtë konstatim se gënjeshtra është ves, është sjellje e ult, është dykuri negative, të cilën nuk e duan edhe jo besimtarët, nga e cilat distancohen edhe jo besimtarët, për të na u bë e qartë neve muslimanëve se sa ne duhet të rrim larg gënjeshtrës. Nëse jo besimtarët që bënin komplote kundër Salihut alayhis salam dhe thirrjes së tij dhe planifikonin ta mbysin devën që ishte mrekullia e Salihut alayhis salam, ata insistonin të bindin Salihun se na jemi të sinqertë dhe të vërtetë, na nuk rrejmë dhe s'është kjo puna jona. Për më tregu se vërtetësia, sinqeriteti, të flasim drejt, është karakteristik bazike në vlerat morale njerëzore, të cilat vlera morale njerëzore i potencon Islami. Muslimani duhet me qenë i sinqert me gjithë, me vllaun e tij, me komshiun e tij, me kolegun e tij, me bashkëpunëtorin e tij, madje edhe me armikun e tij, në gjëra që nuk e rrezikojnë sigurinë e tij, po tjetë besnik edhe në marrëveshjet që i bën. Edhe kjo është ajo që e ka karakterizuar ummetin islam, dhe ajo që i ka dhënë e përzim mbi të gjitha popujt dhe mbi të gjitha fe tjera islamit ka qenë më kjo, sinqeriteti i tharëve të vetë, besnikëria që kanë pas ata me popujt e ndryshëm, sidomos me ata që kanë qenë kundërshtar. Andaj, këta jo besimtar që nuk e njihnin sheriatin e as ndalesat fetare, ata pretendonin, supozonin, insistonin që të paraqiten si njerëz të sinqert edhe të vërtet para popullit. Dhe kështu edhe na duhet ta marrim këtë virtyt edhe ta kultivojmë brenda nesh. Edhe të insistojmë që të jemi të sinqert
jo vetëm me veten tonë, jo vetëm me antarët e familjes së ngushtë, jo vetëm me besimtarët, jo vetëm me jo besimtarët, madje jemi të sinqert e të vërtet edhe me natyrën edhe me kafshët. Në historinë islame kemi shembuj të cilat nuk i gjen askon në historinë e njerëzimit. Për shembull, dietarët e hadithit, edhe kjo që ta them si shembull, e bën madhështore shkencën e hadithit, edhe u jep një piedestal shumë të lartë dietarëve të hadithit në gjithë atë kallaballëk të madh të ulemave, imamëve dhe dietarëve që ka bota islame të gjitha mejdanet e veta. Ama çka e bën specifike shkencën e hadithit dhe dietarët e hadithit janë këto shembuj të jashtëzakonshëm që ja kanë ofruar njerëzimit që nuk mund t'i gjesh askon. Cili është e shembull? Për shembull, dietarët e hadithit e ndajnë studimin e hadithit në dy pjesë bazike. E para është studimi i tekstit të hadithit, e dyta është studimi i transmetimit të hadithit. Çka do të thonë transmetimi i hadithit? Vargu i transmetuesve që nga burimi i jot deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vargu e transmetuesve, domthon kush është prej sahabeve që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është prej tabiinëve që transmeton nga sahabiu, kush është prej etba'u tabiinëve që e transmeton nga tabiini, kush është brezi i katërt që pason nga etba'u tabiini që transmeton deri tek burimi i jot. Këta transmetues të gjithë kanë biografi të detajizuar të jetës së tyre. Çdo pjesë publike e jetës së tyre është e evidentuar. Edhe dihet krejt që nga momenti kur hyn mbyllygaj deri në moshën e pleqërisë dhe vdekjes së tij dihen imësira nga jeta e tij. Pse kjo? Për shkak të vlerësimit që duhet i bëhet atij njeriu, atij dietarit, atij transmetuesit. A është i pranueshëm sipas shkencës së hadithit transmetimi i tij apo nuk është i pranueshëm? Edhe në këtë hulumtim të biografive që quhet në gjuhën e shkencës së hadithit al-jarhu wa at-ta'dil, do thot klasifikimi dhe deklasifikimi i transmetuesve për përkthim me përkthim të lirë, për me kuptuar vetëm xhamati, do thot kanë treguar raste kur xhamati besimtarët e kanë pa një transmetues të haditheve e kanë pa duke ofruar dorën e tij te një kafsh. Edhe ka mashtruar kafshën se kinse në dorën e tij ka sheqer. Edhe është afru kafsha me lëpi dorën me ngran sheqerin, edhe këta kanë pas ai në dorë ka që s'ka pas asgjë ka qenë bosh, do të e ka rënë kafshën. E kanë thonë ky njeri që e rën kafshën ka mundësi mi rënë edhe njerëzit, andaj për këtë njerit nuk merret hadithi. Do thot kanë insistuar në sinqeritet jo vetëm me njerëzit, por edhe me kafshët. Andaj kësi shembuj nuk gjen askund në historinë e njerëzimit. Kjo e bën Islamin madhështor. Edhe këta janë modelet që ne muslimanët sot në shekullin e 15 hijretit duhet të kemi modele që duhet t'i ndjekim. Dhe xhihadi jon më i madh është kjo, xhihadi me nefsin ton. Se si na të bëhemi musliman shembullor, e pastaj nga ndershmëria jon ta shohin se Islami nuk është fe teorike vetëm, se ato bukurit nuk i ka vetëm na për libra dhe në historinë e kaluar, por janë akoma shembuj të gjallë të cilët jetojnë në mesin e këtij njerëzimi i cili fatkeqësisht është zhvesh nga të gjitha vlerat religjioze të mëhershme, po fatkeqësisht është zhvesh edhe nga të gjitha vlerat humane njerëzore. Fatmirësisht, ne muslimanët edhe sot e kësaj dite kemi shembuj të shumë të ndritshëm ku tregojmë vërtetësinë dhe sinqeritetin në ballafaqimin me të tjerat. Dhe kemi shumë shembuj në perëndim, sidomos kur një musliman e gjen një pasuri të madhe të humbur për një njeriu, pa e ditë a është musliman, a është jo musliman, dhe ai merr atë pasuri edhe lajmëron polici. Kemi plot raste që tregon domosdoshmë se ai musliman ka mujt mi marr ato parë, ka pas edhe nevojë për ato parë, i bë friga prej Allahut dhe friga prej llogarisë para Allahut e ka shty atë të shkojë të lajmërojë polici dhe thojë se kam gjetë kaq parë, të janë parët e mia, gjejnë pronarin e tyre dhe kthejani prapë mallin atij. Kjo do të thonë kultura jonë dominante. E mos të bën vaki sikurse fatkeqësisht bën, del në pazar për 10 dinar, për 50 dinar, për 100 dinar, do gjys euro, 1 euro, 2 euro, ai bën beje rrënshëm aty në
tezg pa nevojë. Pa nevojë, e humb burninë e vet, e humb dëshmërinë e vet, e humb, do thot, faqebardhësinë e tij, për çka? Për një grumbull të vogël të lekëve që ai ka më fitu, për një grumbull të vogël të parave që ka më fitu. Me dëshmëri dhe sinqeritet, ai ndoshta mundet mos me fitu shumë pare, po të gjitha ato që ka me i fitu kanë me qenë pare të bardha, kanë me qenë pare të bekume, edhe ka me po hajrin ati atyre pareve edhe në këtë botë, po ka me po hajrin edhe në ahiret. Andaj, shif në vllaznik ky ajet, o inna lesadikun, na jemi të sinqert, jemi të vërtet, ishte një karakteristik me të cilën u krenuan jo muslimanët, e çka të themi për ne muslimanët kur argumentet fetare që insistojnë në vërtetësi, në sinqeritet, janë të shumta dhe na këtë rrugë duhet me ndjek ashtu sikurse kanë qenë muslimanët e mëhershëm. Pas të mësime dhe porosie, kalojmë te ajeti tjetër, ku Allahu Dhu Xhelal kur tha: "Fanzur kayfa kana aqibatu makrim in anna dammernahum wa qaumahum ajma'in." Do të shikoni si ishte fundi i kurtheve të tyre. Ne i shkatruam ata dhe popullin e tyre në përgjithësi. Thënë ulemat e tefsirit, ky ajet është argument se njeriu të gjitha ndodhi që ndodhin në jetën e tij dhe në jetën përreth tij, të gjitha ndodhi që ndodhin në jetën e tij dhe në rrethin ku ai jeton, duhet t'i shikon me analizë, me meditim dhe përsiatje. Sidomos fundin e mosbesimtarëve, fundin e përgënjeshtruesve, fundin e zullumçarëve. Na edhe sot, po dhe gjatë gjithë historisë, ka ndodhi të mëdhaja, ndodhi ndryshme, të randa, e muslimani i mençur është ai i cili kretë që ka ndodhë në jetën e tij nalët e analizon, mediton. Do thot edhe mundohet me nxjerr mësime dhe porosi për atyre ndodhive. Nuk lejon asgjë nga jeta e tij me i kalu shkele shko. Me i kalu pa u ndalë me të. Shif në jeta e kësaj bote sot fatkeqësisht është bo jetë dinamike. Edhe atë shumë ndodhi në ndodhin jetë me një dinamizëm shumë të madh, sa që nuk në lejon ndodhia e dytë më unalë me mendu ndodhin e parë. Edhe kjo është njëra për kuptimeve të hadithit ku flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka? Kush e plotson boshin, bosh tokon. Kjo është njëra për argumenteve të hadithit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se kjo është se koha afrohet. Ndodhin shumë shpejt. Për shembull, nëse të kaluam brenda një dite të ka ndodhur një ndodhi, sot mundet me ndodh 50 ndodhi brenda një ditës. Për shkak të teknologjisë që e kemi dhe ballafaqimit masiv me njerëz. Për shembull, në kaluamën ka qenë e vështirë, jo e vështirë, ka qenë e pamundshme ti me qenë në Bruksel, për shembull, edhe me fol me 500 veta, 100 veta, 5000 veta, 1000 veta në Shkup. Ka qenë e pamundshme. Ama sot është e mundshme. Domethënë paku një farë problemi. Jo me 1000 e 5000, po me sa dush, 1000 njerëz mund të komunikoj në jetën kohë. Andaj ndodhitë e shpejta për shkak të zhvillimit teknologjik, për shkak tani konkretisht për shkak të rrjeteve sociale dhe mekanizmave që na ndihmojnë aksesin, kyçen në rrjetet sociale që janë telefonat celular, ndodhitë që na i përjetojmë janë aq të shumta sa që e dyta na bën me haru të parën, e treta na bën me haru të dytën. Edhe realisht, ky bombardimi joni me informata nëpërmes rrjeteve sociale, çka na bën neve? Na lën pa informata. Sepse kur ki shumë informata, ngelesh i pa informuar. Kur ki pak informata, ngelesh shumë i informuar. Sepse për çdo informat për çdo ndodhi ki informata të shumta me detajet e imta. A kur ki shumë ndodhi, ato nuk lejojnë ta marrësh mend asnjë ndodhi. Edhe kjo është njëra prej qëllimeve negative që i kanë rrjetet sociale, ose prej ndikimeve negative, më tham qëllime, se ndoshta s'ka qenë qëllimi atyre. Kjo mirë, por realisht kjo është duke ndodhur. Rrjetet sociale janë duke mbi ngarku trunin e çdo njeriu dhe truni i tij nuk ka hapësirë më unal me mendu një ndodhi, për shkak se edhe 10 tjera mas 5 sekondave i kanë ardhur.
Edhe këto të reja që kanë ardhë, ja kanë haru të vjetër. E tani, tu dalin shesh mrekullit e Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i fliste njerëzve në kohën e tij, thënë sahabët, kanë nebiu sallallahu alaihi wasallam idha takallama thalathan. Kur fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përsëriste fjalën e tij 3 herë. Edhe unë për veti, kur e kam dëgju këtë hadith para 35 viteve, 40 vite, kur qenë medrese, nga profesori, tani mo, inshallah taala i mëshiruar nga Allahu dhu xhelal, profesor Recep Nureddini, Hafiz Recep Nureddini, profesori hadithit medrese që kishim na, kur na pa tregu këtë përshkrim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thashë pse ka nevojë njëri me përsërit fjalën 3 herë. Se njëri merr vesh me 1 herë. Edhe të pas parasysh kujdesin dhe vëmendjen e sahabeve në ndëgjimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka nevojë me u përsërit një fjali 3 herë. Se ata me të parën edhe kanë pas kujdesin e fuqishme, edhe respektin e duhur, edhe vëmendjen e duhur, edhe dashnin e duhur, këto janë komponente që fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i marrin, do thotë pe gojës tij drejt në kujdesin e tyre. Ju e dini se sahabët e përshkruanin vetveten, thonin kur fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrenim aq të qetë, sikur se të kemi mbi supet apo kokat tona çka? Zogj. Pse kjo? Sepse në momentin që të vjen një zog, një shpend në supet tuja apo në kokën tonë, kërkon mos lëvizje, sepse përndryshe një lëvizje sado që është e vogël ik shpendi. Shif në çfarë përshkrimi. Do thotë edhe kjo vlen për xhamatin kashi derseve të xhallarëve, që na jemi të insistu me një edukat dersit, mirë po fatkeqësisht jemi të dështu në arritjen e qëllimit. Do të shkosh në ders, jo më ushtri. Po duhesh më çu ngjo, edhe me kon një vëmendshëm, edhe me u zhyt në kuptimin e domethënieve të asaj që thuhet në ligjërat. Se sahabët e ndëgjonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me asnjë vëmendje të madhe, sa që nuk u lëvizte as çepalla e syrit, jo më diçka tjetër, nga koncentrimi i hatashëm që kishin ata. Edhe normalisht kur ndëgjon dikush kështu me vëmendje, pastaj s'ka nevojë ndesë nashëm me thonë, a ki majt mend diçka për desit kalum saj, e ka regjistruar të tërin, do thotë si e ka ndëgjuar ashtu e ka regjistruar. E tani të kthehemi kësaj që thash deri tash, ta analizojmë me këtë që e përmenda pak më herët, që i harrojmë ndodhi. Në këto situata kur ne bombardohemi me shumë informata dhe këtë element duhet ta shtoj, edhe fatkeqësisht shumica e ndodhive me të cilat na ballafaqohemi janë banalitete. Janë pa kuni farë vlere, pa kuni farë, do thotë me çdo respekt për secilin. Secili prej neve që humb kohë në rrjetet sociale, në aplikacionet e ndryshme, qoftë Facebooku, qoftë Instagrami, qoftë YouTubei, sidomos shortsat, qoftë TikToki, 95% e asaj që del përpara është banalitet. Tash më s'them 100% sepse kanë ardhur dikujt i del do një ders, edhe e thotë jo po hoxha në veç derisa ngoj. Shumica e rasteve janë gjëra të panevojshme për ty dhe të padobishme për ty. S'ti sfiton kur gjopi asaj. Mundesh me thonë, unë e shoh për shembull dikan ty e bën një shtëpi pi drunit. Po ti nuk sos punë e punë se ti kur s'kemë bën shtëpi pi drunit. Edhe realisht kur ta bësh një jetë me bën shtëpi pi drunit, atëherë e shef edhe mëson, ama tash sot nuk duhet. Domthonë 95% informatave që të imponohen edhe ta marrin një kohë të madhe të kohës, një pjesë të madhe të kohës, janë banale, janë të parancishme, janë pa vlefshme. E çka është efekti i kësaj? Efekti është që neve truni dal nga dal në boshatiset për informatave të dobishme edhe të nevojshme. Edhe andaj, do të na dal nga dal imi të kalu më një skleroz ose demencë, e cila është manifestim i smundjes në moshë të thyer që thuhet. Ama neve me 30 vjeçar, me 40 vjeçar, me 50 vjeçar, veç kena kalu në skleroz, edhe në demencë. Veç kena fillu mi haru gjonat. Sot bila e kesha një rast me një vlla temin, me një shok, 3-4 sene tha i paskë maru. Ka dalë me djalë, ata si ki bo 50, ki njës me haru. Po kur të bësh ma shumë, shka të bësh? Pse kjo për shkak që saj sulmit
të informatave të shumta që na vijnë kokë. Edhe informatat bazike mbi fen kena me fillu mi haru. Edhe andaj tani kthehemi na te mrekullia e këtij hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përsëritja e të vërtetave fetare. E kanë thonë edhe dikun më herët në këto derset e tonës, aq sa shumë kufri e përsërit kufrin e vet, edhe sulmin ndaj të vërtetave të Islamit, aq më shumë ne hoxhallarët edhe muslimanët duhet mi përsërit të vërtetat e Islamit dhe me e kundërshtu kufrin. Që ata 24/7 plasojnë dezinformata, gënjeshtra dhe skenojnë ndodhi kundër Islamit. Edhe duke u përsërit këto gënjeshtra të pavërteta tek njerëzit e papërcaktuar, ato bëhen të vërteta. Për shembull, njëra për teorive që ka marrë jehon, ka marrë dhenë që thunë gjuhën shqipe, edhe hala dikush që diskuton teoria e Darwinit për shembull. Atë shumë ka marrë jehon, megjithëse as njerëz është vërtetuar shkencërisht kjo punë. Mirë, po atë shumë ka marrë jehon që sot na për shkollat tona hala është teoria bazë, megjithëse tash ka nis pak si me turp me thonë, janë dy teori, ajo religjioze se Zoti e ka kriju, domethënë tokën, edhe ajo e Darwinit se vetë janë kriju gjërat. Evolucion, teorinë e evolucionit. Pse se pavërteta që përsëriten shndrohen të vërteta. E këtë situatë ne muslimanët duhet mi përsërit vërtetat e Islamit, e para për ta mbrojtur popullatën nga këto pavërteta dhe e dyta me i konfirmu ato brenda nesh. Se edhe na kena fillu me i haru gjërat elementare, për shembull, nëse unë si hoç se ku majt asnjë des për abdestin, edhe nëse dikush për xhamatit s'ka ndgutë një hoç tjetër që ka për abdestin, me hi edhe me bota shtem abdestin dhe me pyet xhamatin për rregullat e abdestit, ndoshta shumica për neve s'kena me pas përgjigje për të gjitha pyetjet. A element i përditshëm është bazik që ti përdit falesh. E njëjta vlen edhe me namazin. Pse kjo? Për shkak se neve në ato rrjete sociale që lexojmë nuk na vije shpesh parasyve namazi ose abdesti. Po e diçka është një më e keqe. Edhe kur na vjen abdesti ose namazi na e skipiratim, e kalojmë. Pse se e dim. E dim, këtë e di, shoh diçka që s'di. A realisht edhe atë që po thuhet diti se dim bashkëmi se një pjesë e ka harruar, një pjesë e ke marrë vesh hiç mirë, edhe një pjesë nuk e ke mësuar hala. Edhe kur ta shohësh rezultati është, do thotë minus, është negativ. Dhe për atë shkak, do thotë tu mbështet në këto fakte, ne duhet mi përsërit vërtetat e Islamit vazhdimisht. Sidomos vërtetat më të mëdha të Islamit, që janë gjërat bazike, sikur është puna e tauhidit, sikur është puna e besimit në ringjallje, sikur është puna e drejtësisë, sikur është puna e xhenetit dhe xhenemit, sikur është puna e obligimeve bazike të Islamit, shahadeti, namazi, agjërimi, zakati, haxhi, e kështu me radhë. Këto të vërtetat, kushtet e imanit, e kushtet e Islamit, edhe gjithë ato vlerat të mëdha bazike që i ka Islami duhet na vazhdimisht mi përsërit që me kuptuar na dhe brezat që vijnë pas, se këto janë vlerat më të mëdha që ka Islami dhe ata nuk kanë më zhduk, megjithëse munden me u ndryshu gjenerate e gjenerate. Do thotë, çka e kemi për obligim ne të gjitha ndodhi që ndodhin me ne ose rreth nesh të nalemi të analizojmë. E për të analizuar ato duhet na të zgjedhim ndodhi të caktuara që na ndodhin, sepse tani na ndodhin shumë ndodhi, edhe të marrim mësimet e duhura prej tyre. Kemi na ndodhi të plota, të shumta në jetën tonë, ndodhi të fëmijërisë, ndodhi kur him bylyk, kur i bëjmë 15 vjet dhe marrim përgjegjësi fetare, ndodhi kur bëhemi adoleshent, ndodhi kur martohemi, ndodhi kur shkollohemi, ndodhi kur him punë, ndodhi do thot me koleg, ndodhi pastaj në jetën tonë shoqërore, çdo ditë kemi ndodhi. Edhe ato ndodhi na duhet me zgjedh më të veçantat, më të rrallat, më të rëndësishmet, edhe me i shëndru si stacione, do thot meditimi, analize në jetën tonë, edhe normalisht askush për neve nuk ka mundësi me majtë mend çdo ditë që ka jetu, mirë po t'i ketë disa stacione të rëndësishme të jetës së tij, për shembull, momentin e fillimit tjetë i rregullt me falën e 5 kohëve namaz. Është ndodhi shumë e madhe e rëndësishme që ti nuk duhesh me harru. Duhesh me kujtu vetvetes, edhe duhesh me kujtu shkaqet, edhe duhesh me kujtu vetvetes falënderimin e Allahut, mirënjohjen e njerëzve që janë bërë sebeb, edhe me kuptu vlerën e udhëzimit. E ky moment,
Kjo ndodhi kaq e madhe që ka bërë ndryshimin rrënjëson jetën tonë, me qenë shtytës jot vazhdimisht që ti mu bo sebeb që fëmia jot që fëmi me anis mu fal, që bashorta jote me anis mu fal, që bashorti yt nëse është e kundërtat me anis mu fal, që kolegu yt me anis mu fal, që koshia jot me anis mu fal, që koshërini jot ti të bosh sebeb. Se ti e kujton atë moment, atë shija, atë knatësi, atë ndryshim që të ka ndodhur në jetë, edhe e shndron në energji pozitive dhe iniciativë, edhe mundohesh që ti mu bo sebeb për udhëzimin e 100 njerëzve gjatë jetës tone. Edhe kur shkosh te Rabbul Alemini, e t'japish llogari ti me jetën tonë çka bone, e thuaj ja Rabb, unë në jetën time kam arrit me ndihmën tonë dhe përkrahjen tonë dhe inspirimin tan, dhe dijen që më ke dhënë dhe oraturinë që më ke dhënë ti o Zot, unë jam bo sebeb 100 veta kanë filluar me fal namazin. A kemi kësi burra që kanë kësi plani? Se na muna me fort për gjatë sa dush. Ama gjatë me shku është shumë zor. E që? Ku e ki majdani? Ma të letë, ma të thjesht. Bëne këtë majdan edhe fito shpërblimet më dha. Ketë namazët që kam i falaj, e ki se vapin e tyre edhe ti. Po nëse ai pastaj bëhet si ti, besimtar i cili ka një zellshmëri për thirrjen islame, atëherë vazhdon me të ardhë se vapi edhe i brezit dytë, edhe i tretë, të gjithë atyre që me sebepin tanë të ati ka fillu udhëzimi i njerëzve në përgjithësi. Për mos me dalë nga tema, domethënë na kemi nevojë të përzgjedhim disa momente nga jeta jonë dhe vazhdimisht meditojmë rreth tyre dhe nxjerrim mësimet dhe udhëzimet në jetën tonë dhe përfitimin nga ato përvoja. Normalisht shefe Omer radiallahu anhu thotë letun qadar islami urwatan urwa, do të shembet islami gur në gur. Idha dakhala fil islami men lam yarif al jahiliye. Do të shembet islami gur gur, ku do të futen në islam njerëzit që nuk e njohin jahilietin. Dhe andaj transformimi i njeriu nga jeta e jahilietit në jetën e islamit është moment kyç. Se krejt atë shkathësi, zellshmëri, me thonë kështu kushtim atë mangoplëk që ke pas në jahiliet, nëse tani e shfryzon për ta shërbyer islamin pozitivisht, atë ti bosh, do thotë, konstruktiv në shërbimin tanë të islamit. Edhe entuziazmin, elanin, vullnetin, energjinë që ke pas për projektet tuja, domthonë ndoshta kanë qenë të lejume, ndoshta kanë qenë të ndalume fetarisht, por xhahilietit sot e shfryzon për ta shërbyer kauzën e islamit. Edhe andaj meditimi rreth këtyre ndodhive neve na jep edhe vullnet, edhe energji, po edhe jashton vlerën edhe kuptimin e vlerës së jetës sonë. Te ajeti kuranor ku tha Allahu dhu xhelal enna damarnahum wa qaumahum ajma'in, se ne i shkatruam ata dhe popullin e tyre në përgjithësi, thënë ulemat e tefsirit enna al-uqubata ta'um. Kur vjen momenti i ndëshkimin nga Allahu dhu xhelal, ai kaplon krejt vendbanimin. Këtë elabrum pak në mësimin e kaluam, folëm pak rreth saj, mirë po, do i kthehemi edhe një herë për shkak rëndësisë që ka. Ky ajet dhe kjo porosi që del nga ky ajet, çka na mëson neve? Na mëson neve dy gjëra. E para, nuk duhesh ti me pas gale veç për gjunat e tuja. Dhe shifni, kjo është një porosi madhështore që nëse ne e arrim të instalojmë tek ne, nuk do të lejon askush prej neve me kon pasiv në shërbimin e thirrjes islame. Askush prej neve s'ka menet indiferent ndaj asaj që ndodh në shoqërinë e tij. Do të e para është na mja pas gale gjunave tona personale. Mirë po jo vetëm kaq. Se duke thënë valla unë veç për vete. Unë mjafton gala jeme. Unë të shpëtoj për vete për tjetër se kam kaq. Kjo është e saktë. Hoxhallar tan këtu në Shkop e përmendshim përpara një mesele që na si fëmijë kur shkoshim në xhami e ndëgjoshim një përpara popullit pas ka thonë se cila dele vjerët për këmbën e vet. Domthon se cili ka altë e veta dhe ka me pas sfidat e veta, kështu që s'ka ka me pas galën e për të tjerët. Të ne kështu populli pas ka thonë, domthon se cila dele vjerët për këmbën e vet, domthon kur therrët e kur trepët, vjerët për këmbën e vet, edhe ajo do ta ketë galën vetvetes, çka që na më mërzit na për të. E jepshin xhevapin hoxhallart përpara neve këtu në Shkup të na, thëshin po është e vërtetë se çdo dele vjerët për këmbën e vet, ama
kur të kalbet i ven era dhe kejtve u pengon. E kjo është përgjigje shumë adekuate dhe shumë e saktë, se gjunaj i tjerëve, fakt është që gjunaj i ti, ama nëse ai shtohet ose ai gjunaqari që është jashtë ateje, bëhet model për tjerët edhe i motivon tjerët me ndjek rrugën e tij, edhe përhapet gjunahin përgjithësi, atëherë edhe ti edhe ai bashkë keni mund të shku. E kjo është komponenti që fatkeqësisht shumica e hoxhallarëve edhe xhamatit nuk po dalin me kuptu. Andaj ne kemi dy nivele të përgjegjësisë. Niveli i parë është përgjegjësia ndaj vetes sonë, për ta udhëzuar veten tonë, për ta stabilizuar ecurinë në Islam të vetes sonë, për të shtuar dijet tona personale, për ta shtuar adhurimin tonë personal. Kjo është obligimi i parë, përgjegjësia e parë. Ama nuk përfundon këtu. Është niveli i dytë, edhe andaj unë çuditna për disa besimtarëve të ri që elhamdulillah Allahu dhu xhalal ka dhënë një udhëzim të gjatë, kanë nejtë nga të hoxhallarëve, e kuptojnë se çfarë do të thonë një aktivitet, një projekt, një lëvizje, nuk mund me kuptu dy llojet njerëzve për tyre. E para, ata që hiç nuk i bashkangjiten karvanit të davetit, rinë publik, rinë periferi, veç aplaudojnë ndonjëherë si rrallë, ama nuk përzihen kur në lojë. Me këta çuditem shumë, a ma shumë se me këta çuditem ata tjerë, që hinë lojë edhe shpejt lodhen. Edhe kujtojnë se loja është 90 minuta, 2:45. A harrojnë se loja është këtë jeta. Domethënë si të hinsh lojë të thirrjes islame, ajo lojë s'ka përfundim. Mund është më undru me pushu pak, po duhesh prap me ju bashkangjit, sepse nevoja jote, nevoja jonë për të qenë pjesë e kësaj loje është shumë e madhe, është aq e madhe sa është nevoja atyre tjerëve që janë të paudhëzuar. Edhe andaj nuk mundet mu perceptu muslimani me konë musliman egoist, musliman pasiv, musliman indiferent, musliman publik. Nuk ka kësi konceptin në Islam. Si të thush vetës musliman, më njëherë aktivizohet të këti, do thot ai adrenalina e aktivitetit, e angazhimit, e marrjes pjesë. Domethënë, edhe kështu ka ndodhur me shumicën e të sapo udhëzuarve, sidomos ato që janë pas një xhahilie të rëndë, në momentin që sapo udhëzohen, ata e marrin një adrenalinë edhe më njëherë ofrohen për ta shërbyer Islamin. Bile në perëndim na kemi shumë davexhi, të cilët do thotë s'janë ulema, s'janë hoxhallar, s'kan shumë dije, ama në momentin që kanë lexuar diçka për Islamin dhe ajo që kanë lexuar për shkak për udhëzimin e tyre, ata e kanë fituar një energji të madhe pozitive dhe kanë filluar me davet pa ndalë dhe janë bërë sebeb për të udhëzuar me mija e mija jo musliman. Edhe kjo është kuptimi i saktë i fesë. Normalisht, pastaj ka mundësi me ndodh gabim nëse ai davexhiu nga mashtrimi me kallaballukun që e ndjekin atë, me llogarit vetën që është alim edhe është mufti, edhe me fillu me dhon fetva për tema që ai nuk e din, atë fillon me gabu. Ama përderisa merret me davet në gjërat bazike që i din këtë njerëzit, atëherë është në rregull puna e tij. Po do të them, neve në momentin që ne udhëzohemi dhe kuptojmë obligimin ton karshi Allahut dhe vlerën e madhe që na sjell Islami, na nuk kemi drejt me ndet indiferent në Islamit. E jo më na me ardhë me folë për shembull për gjëra bazike ose detyra shumë të vogla mes nesh, domethënë ti a e bën këtë punë, valla jo se isha lodh. Ti a e bën këtë detyrë, jo valla se pata diçka më të rëndësishme. Çka ishte e rëndësishme, valla e pata një biznes. E nëse dynjaja dhe mashtrimi jon pas dynjas e grumbullimi i pasurisë neve na sposton dhe na zhvendos nga shërbimi i Islamit në shërbimin e pasioneve, dëshirave dhe lakmive tona për jetë komodin këtë botë, atëre vetë se ka fillu devijimi të na. Edhe ka rrezik që nëse vazhdojmë na me këtë rënd, me na mbet për Islamit vetëm gjërat formale, edhe mos me u identifiku na me Islamin, dhe normalisht mos me konë gatshëm na me dhonë maksimumin ton, me sakrifiku maksimumin ton në shërbimin e Islamit. Tani të kthehemi këtij ajeti kuranor. Do thotë Allahu Dhu Xhelal kur e sjell vendimin me ndeshku një popull, i ndeshkon të gjithë, të këqit edhe të mirët. Qëtë po edhe të mirët. Pse? Sepse e keqja, kjo është rregulli, sepse e keqja nuk ka mundësi më u zgjeru nëse të mirët janë aktiv. Edhe kjo është rregull.
Nëse të mirë të punojnë, s'ka mundësi mu zgjeru e keqa. Subhanallah. Shifni e këtë qytetin tonë Shkupin. Allahu dhulera ja shtoft mirat dhe rujt për çdo të keqe. Që ki Shkup, elementi fetar ka mbet këtë Shkup, megjithëse edhe këtu ka qenë komunizëm si në Prishtinë. Edhe këtu ka qenë komunizëm, domethënë si këtë ish Jugosllavin, normalisht komunizmi i Shqipërisë ka qenë edhe më i egër. Po pse fetaria në Shkup ka qenë është më e madhe se në vendet tjera të tokave ku ka shqiptar, për shkak se hoxhallarët këtu me gjithë kufizimet që i kanë pas, ata e kanë ndjej përgjegjësinë e thirrjes islame dhe janë ballafaqur me rrezikun për jetën e tyre, por e kanë çu amanetin në vend. Ma sa kanë pas mundësi. Andaj, megjithëse ka qenë i ndaluar mësim besimi, ata kanë vazhduar me mësim besim. Ku me leje, ku pa leje. Ku me ktebe xhamis, ku na për shtëpia. Kanë vazhduar, domthonë na e kemi mri, megjithëse na do thënë nuk kemi shumë të vjetër, ama vitet 70-ta, domthonë 80-ta që na mësuan për mektebe, e kemi mri edhe pse ka qenë parafasisht fundi i epokës komunizmit tek na, po e kemi mri atë kohë kur u flisë se kujdese policia, se inspektori, se e marrin pyetje hoxhën, domthonë e dënojnë hoxhën kështu më radh. Ato që janë para neve kanë përjetuar edhe më shumë vitet 60-ta e sidomos vitet 50-ta. Mirë po ata me gjithë kërcënimet, me gjithë turistnit, me gjithë presionet, me gjithë marrjet në pyetje nga inspektorët e asaj kohe, UDBA e OZNA që kanë qenë institucionet e inteligjencës, do thotë të asaj kohe, ata kanë vazhduar me gjithë mekanizme për me vazhduar me mësu fëmijëve gjërat bazike të Islamit. Ja ka mësu Elif Ban, ja ka mësu leximin e Kuranit, ja ka mësu ilmi halin, edhe elhamdulillah ja ka mësu gjërat bazike, ato të besimit islam, ato të abdesit namazit, ato leximin e Kuranit, edhe faktikisht kanë prodhuar musliman që kanë informat ose dituri bazike, edhe ai kudo që shkon lirisht ka mundësi me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Edhe në atë kohë, subhanallah, tash më kujtu, edhe në atë kohë ka pas xhamat që janë kon aktiv në përkrajin e hoxhallarëve. Edhe në atë kohë, do më gjithë ka qenë komunizëm, edhe kanë pas ballafaqim do të ideologjik me komunistat në lidhje me besimin dhe mos besimin, ka pas xhamat që e kanë vlerësu rrezikun e pushtetit komunist, po edhe e kanë vlerësu përgjegjësinë që kanë ata në shërbimin e thirrjes islame. E them këtë që me më thonë mua edhe ty, nëse në komunizëm hoxhallarët kanë punu, edhe kanë pas xhamat që u kanë ndihmu. Sot që elhamdulillah dyert janë të hapuna, mundësit ekzistojnë, lehtësit janë, edhe sot ka pengesa dhe vështirësi, gjithsesi, po s'janë si ato në atë kohë. E sot ne hoxhallarët edhe sot ne besimtarët mos me qenë gatshëm me sakrifiku, me shërby, mu angazhu, me marrë përsipër detyra dhe obligime në shërbim të kësaj feje, është mjerin. Humbsi i kësaj kush është? Jemi përsëri na. Pse? Se nëse të kalumen me gjithë atë dominancë komunizmit, puna hoxhallarëve e ka mbrojt këtë popull nga shkatrimi masiv, dhe elhamdulillah ka me të feja dhe na kur kemi ardhë si fëmijë pastaj kur i mbo hoxhallar, e kemi gjetë infrastrukturën gatshme të diturive fetare dhe na të në Shkup edhe në rrethin, po edhe në Maqedoninë përgjithësi, na nuk na ka ndodhur me bë debat në lidhje me bindjen për ta besuar Zotin, me njerëzit që kemi ndetë në përtubime publike. Po kemi pas nevojë me folë zakonisht për do të angazhimin e tyre në adhurimin, zbatimin e rregullave fetare. E kjo situatë është produkt i angazhimit atyre hoxhallarëve dhe lehtësimi i madh për ne. Edhe na nëse duam që të jetë ky vend i mbrojtur nga ndëshkimi dhe hidhrimi i Allahut xhelal, edhe unë si hoxh edhe ti si xhamat, këtë na duhet me vazhdu me qenë aktiv për ta mbrojtur veten tonë fillimisht, familjet tona, pastaj për ta mbrojtur edhe shoqërinë nga çdo lajthitje dhe devijim. Megjithëse në të kalumen sfidat kanë qenë të rënda, po kanë qenë të pakta. Sot janë sfidat mund me qenë pak më të lehta, po janë të shpeshta. Dhe për këtë shkak, kur ta bësh hesab në kantar sfidat e rënda dhe të ralla me sfidat e shpeshta më të lehta, është vështirë me dhënë një karar, një vendim se cila gjendje është më e rëndë. Sot na normalisht nuk kemi sfidë që neve na lufton besimin, ama kemi sfidë që tentohet ky besim me marrë fytyrë tjetër, ndryshe nga ajo që duhet me pas. Andaj tentativat për me ofru islam shqiptar, islam bosnjak, islam anglez, islam perëndimor, tentativat e këtilla janë sfidat e kësaj kohe. Edhe normalisht janë të rënda, jo për neve që
ndjekim imam të vërtet, imam të xhamiave dhe islamit, jo imam e vetë shpallur, domethënë që përdorin terma fetare për kualifikime anti-islame dhe jo fetare, po megjithatë janë sfidë për një pjesë shoqërisë e cila nuk është në xhami. E tash ura e komunikimit me ata janë xhamati që vinë në xhami të hoxhallarët. Edhe në këtë rast, masi që kemi rrjete sociale, ja vlen mi shfizu ato për demantu këto broçkulla, për të demantu këto, do thot biseda shumë të ulta që s'kan kur një farë niveli të debatit intelektual, për mi thonë njerëzve kujdes nga këta mashtrues, kujdes nga këta, do thot tallës me fetë në përgjithësi dhe islamin veçanti, dhe se këta nuk mund me qenë referencë të as kujt, as të islamit, e as shqiptarisë, e as do një, në më dhonë vlerë tjetër në përgjithësi. Tani, se i përket ndëshkimit publik nga mëkatet e përhapuna, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që tregon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, thot idha arada Allahu bi qaumin adhaban asaba al-adhabu man kana fihim thumma bu'ithu ala amalihim. Kur Allahu i madhëshëm don me ndëshku një popull për shkak të gjunahet e tyre, i ndëshkon të gjithë ata që janë atë vend. E pastaj i ringjallën ata sipas njëjtit tyre. Edhe për këtë temë na folën në mësimin e kaluar, se thumë ju ba'thuna ala niyatin, pastaj ringjallën në njëjtit tyre. Mirë po, mjafton me kon përjetim i hidhur që ti me shiu ndëshkimin këtë botë. Andaj lufta jeme dhe jotja edhe jona është që na me qenë të angazhuar në shërbim të islamit, që mos me e sjell situatën, me dominu e keqa edhe me marr Allahu vendimin që me e zbras hidhrimin e tij mbi ne, e me shiju atë hidhrim Zotit edhe anë dëshkim të Allahu Dhul Xhelal, edhe na si besimtar për shkak se jo besimtarët kanë dominu terrenin edhe zonën. Për këtë shkak ulemat kanë thonë të gjitha dënimet që i qënë Allahu Dhul Xhelal, qoftë ato që i qënë Allahu drejt për së drejti, apo ato që i qënë nëpërmes njerëzve, për shembull lufta që bëhen, janë dëshkime që i vinë një popullit kur shtohet e keqja dhe muslimanët rinë indiferent. Po du me përfundu, domethënë këtë gjatë me një shembull të një shtetit musliman që ka ndodhur në këto dekade funde ndryshime radikale. Për shembull rasti i Sirisë. Shifën në Siri, anë e danë ka pas djetar edhe ka pas besimtar të mirë. Mirë po fatkeqësisht që 60 vjet dominohet për një grupacioni sektar minoritar në Siri, për grupit Alevit. E dini, domethënë Hafiz Esedi ka qenë kryetari i parë, edhe djali i tij pastaj Bashar Asadi. 60 vjet, 56 vjet para Hafiz, 60 vjet ata kanë sundu. Parashohet pyetja dhe dilema. Si kanë pas mundësi një shumicë, domethënë aq të madhe, 85-90% sunet musliman që ka pas edhe dietar, edhe njerëz devotshëm mu sundu për një pakice. Është dilemë shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Megjithëse përgjigjja nuk është e vështirë. E dini pse ka ndodhur kjo domino? Sepse muslimanët që janë konë shumicë kanë përtue me shërby davetin dhe me sakrifiku për davetin. Sepse muslimanët e Sirisë e kanë shikuar secili punën e vet. Edhe secili ka luajtur rolin e asaj delës që është varur për komën e vet. Ama realisht situata u ka kalë kamos. Edhe luftën më të madhe që ka bëu poshtë asaj se na kemi udhëtu, kemi studiuar Damas në vitet 80-ta, 90-ta, kemi udhëtu vazhdimisht të shkuën në hax, e dimi shumë mirë domethënë strukturën e shoqërisë siriane. Edhe pushtetin atko ka luftuar me të madhe, hoxhallarët e vërtet, do të më i burgos, më i mbyt, edhe andaj një numër i madh i hoxhallarëve, profesorëve, doktorave sirian jetojnë jashtë Sirisë. Për tyre ka qenë Sheikh Albani rahmetullah alej, ka qenë Sheikh Shuaibi rahmetullah alej, ka qenë Sheikh Abdul Fattah Abu Gudde që ka jetuar në Saudi, e shumë hoxhallar. Që tash për shembull ishte njëra prej videove që u bë virale, kthimi i Sheikh Anan Arurit, hafidhahullahu taala, Allahu e ruaj dashnet, nga Saudia në Siri pas 53 viteve, domethënë emigrim. 53 vjet sokon vendin e vet. Që s'ka guxu se me pasardhë kishim shel, edhe kur e kishim shel, e kishim qut Tajburgi, do thot fam keq, Sajdania, edhe e kishin shtyp me ato kompresorat që i kanë shtyp njerëzit, edhe ku me ditë domethënë as vorin me a ditë, as xhenazën me apo.
Tani, paramendoni këtë situatë, domethënë 50 vjet, parafërsisht 45-6 vjet, edhe paramendoni situatën e 2011-s deri në 2024, në 8 dhjetor 2024. Domethënë për 13 vjet. Ç'a ndodhi mas 55 viteve parafërsisht, ose 50 viteve, do thotë diktatori, shtypje, zullum, edhe qëndrim indiferent se cili hallin e vet, kush kishte probleme ikte, kush rikte atje në shtroheshte, edhe mbetën ata të poshtruar vazhdimisht. E kemi pa na edhe vet. Ose janë kënd të poshtruar musliman në Siri. Edhe çdo kush që entuziazmoheshte me shërbimin islamin, u deshke me ilegalitetin më të madh mundshëm. Kur 2011-ën e mori dikush guximin, e mori iniciativën, me dalë mi thonë ballë më kjo gjendje, se duhet me ndryshu, duhet me liru, shkon më me diktatori. Kanë ra pushtetet komuniste që moti, që alodën me moti me diktatori, njërë paqësore. Normalisht, diktatori, zullumqari, nuk merë vesh me fjalë. Edhe ai, me gjithë se ti je paqësor, ai s'është paqësor. Edhe nisi me i vra dhe me myt protestuesit e parë. E kjo ishte arsye që pastaj protestat paqësore më u shndruan domethënë në përleshje të armatosura. Normalisht filloi ofanziva e parë, e morën parafërsisht 3/4 e Siris forcat opozitare. Mirpo, kufri nuk rend indiferent, e përcjell situatën. E pa se rënja e Siris, megjithëse bën shkelje drastike të drejtave të njerëzit, ajo që është një idhull për idhujve që adhuron Perëndimin dhe vazhdimisht e përsërisi vlerë. Kur e pa se nëse bie ky pushtet, do vinë pushtet muslimanët pa marrë parasysh çfarë ngjyre kanë ata. Edhe ky shtet do del nga kontrollat globale, edhe nga përdorimi i këtij shteti për interesat lokale, rajonale të shteteve të instaluar atje sikur të shteti sionist. Atëherë do thotë e largun përkrahen nga opozita, edhe e lanë ballafaqimin vetë. Normalisht shteti pasi ja ndihm Irani, ja ndihm Rusia, edhe u paraqitën 36 organizata të huaja paramilitare, të cilët merrnin pjesë bashkë me ushtrinë e Asadit në luftë kundër popullatës civile të Sirisë. Dhe këndej muslimanët fillojnë me hub territoret për shkak se u shfaq një rivalitet i palogjikshëm dhe i paarsyeshëm mes grupeve opozitare, qofshin në sferën politike, qofshin në sferën ushtarake, edhe fillon me hub territoret. Pse? Sepse rregull kuranor është, thonë përçamja e humb forcën. Si të kesh mosmarrveshje, si të kesh përleshje brenda llojit, armiku ti merr territoret. Plus ja ndihm Irani dhe Rusia, edhe ata fillon me hub territoret derisa mbetën në rrethin të Idlibit. Por lidhet me këtë se ata e morën mësimin, se këto, domethënë 10 vjet e kaluara, kur u bë një lloj anpushimi me iniciativë të Turqisë në free zonën që dëshën me bë no fly zone, që mos me pas fluturim ushtarak me aeroplane kështu me radhë, edhe fillun me improvizu një shtet në Idlib dhe rrethin, fillun me analizu gabimet e kaluara. Edhe i konstatun disa gabime. E para, gabimi më i madh është që fitoren me atribu çdo grup ushtarak vetvetes. Me thonë, na, taktika tona, ushtria jonë, na. Thanë, kjo është gabim. Pse? Nëse fitojmë me ndihmën e Allahut. Edhe këtë që kemi sukses është për Allahut. Kjo është e para dhe kjo është gjë më e madhe që këtë na gjithë jetën tonë duhet me kuptua dhe duhet me zbatu. Këtë që kemi, këtë që bëjmë, këtë që arrijmë me ndihmën e Allahut dhe është dhuratë mbi tij. E dyta, tha, na duhet me e zhvillu veten në aspektin ushtarak. Se të lufton tash me një shtet, si ne përkrahin edhe 2 shtete të mëdha, faktikisht një superfuqi sikur është Rusia. Edhe ti me një armatim primitiv të smunësh me luftu një ushtri, domethënë gjigante botnore sikur është ushtria e Rusisë. Edhe filluam me zhvillimin e sektorit të armatimit. E treta, andaj nëse e keni pa fillimin, ishte paraqitja e dronave Shahin dhe Akap, 2 lloje dronave që i ndihmuan shumë në sulmet e para që kishte opozita siriane në luftë kundër pushtetit. Dhe e treta që ishte gjithashtu shumë domethënëse bashkimi i rrafëve. Tha deri ku na kena më shku, vetëm me luftu armikun ton për betum luftojmë njëri tjetrin.
Na e kena një qëllim. Edhe elhamdulillah këtë jemi besimtar. Hajde ti bashkojmë forcat, ti ka përcejmë mosmarrëveshjet e kaluara, ti bashkojmë radhët edhe të ecim përpara. I bashkojmë radhë edhe i zbatojmë këto rregulla edhe Allahu Dhu Xhelal, domethënë për 13 ditë, për 13 ditë në mënyrë pa planifikuar, në mënyrë pa paramenduar, as ëndër se kishin menduar se ka mundësi me radha Moskë. Edhe Allahu Dhu Xhelal u dha asnjë suksesi që do të thotë nuk mahet mend në historinë e luftave moderne me qenë domosdoshmë një sukses i hatashëm i tillë. E kjo është moment për të marrë mësim. Është ndodhi e madhe. Edhe dikush për neve hoxhallarëve është dashur me përcjell ditë për ditë, natë për natë, moment për momenti që me ditë me herë mbullaksu edhe me marrë mësimet e duhura, ato më të mëdha janë ato që i thash, e para çdo sukses me atribu Allahu Dhu Xhelal, edhe e dyta me qenë parim i pazavendësueshëm. Mi bashku fortët. Ani se kena mosmarrëveshje, ani se kena mendime ndryshme. Mendimet e ndryshme mosmarrëveshje do i debatojmë na, ama kjo nuk duhet me kon pengesë që na me bashkëpunu gjatë që kena pika të përbashkëta. Për shembull, në Siri, pikë e përbashkëta që luftë kundër pushtetit. Pse se shfrytëzojmë na këtë pikë përbashkët, e ti lëm anash mosmarrëveshjet tona, bie pushteti, pastaj na kemi hapësirë mi bisedu këto gjëra. Edhe një mësim i madh që doli shesh mas çlirimit edhe fitores është se sa është Iran xhihadi, ka me qindra mijë viktima, me miliona viktima, ka me miliona zhvendosur, ka shkatrim të infrastrukturës, ka shkatrim të uzinave ushtarake, ka shumë dan, edhe shumë rëndë është me luftu. Po më rëndë se me bo xhihad është me majt fitoren. Edhe na tash e shohim se 5 vjetor, 8 vjetor 2024 deri tash, domethënë 5 ma e sajmi, domethënë 2025 5 muaj, e me se 6 muaj të plota, ma shumë kam pas vështirësi dhe përcivit tash që sa të kalumen. Kjo përsëri është e shkalume në Kur'an. Allahu në Kur'an që po thot, in të nësurullah e nësurukum, dhe se ndimon ju fejnë Allahut, Allah ju ndimon juve, dhe qka thot pasaj, ua ju thebbit e këdamekum, dhe ju aforson kam. Pse? Dhe në lemot, se forcimi kamve mas fitores është ma rëndësishme, se forcimi kamve gjatë fitores. Se problemet që vinë mas fitores janë edhe ma të mëdhoja, edhe ma të sofistikume, sikur se i shohim na gjithë tash, se problemet që kanë pas gjatë fitores. Këta momente për të marrë mësime, edhe për të reflektuar edhe normalisht për të pendu se cilë për neve nëse dikun ka gabu. Këto do ndalim na me porosit e mësimit e këtij ajeti kuranor, që pastaj inshallah ndes na shumë vazhdojmë aty ku e kemi lënë, duke lutur Allahun të na jepë të dobishme dhe vepra të mira, të na japë sigurt në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të mësime dhe porosi. Allah i madhëshëm inshallah na bashkon në Xhennetul Firdaus në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.